tha, po i thash burrit tim që kam gocë, rrezik do më vrasje. Domethënë deri këtu ka arritur. Rrezik do më vrasje. Nuk është një përrall nga e kaluara. Është një histori e kohëve moderne ku jetojmë. Në Shqipëri, në shumë familje, në fshat e qytet, nuk qajnë më trarët e shtëpisë kur lind një vajzë. E dini pse? Sepse kur familja nuk e do, ajo, vajza, nuk lind më fare, vritet që në embrion. Që prej kohëve të hershme, lindja e një djali konsideroi fat dhe kundërta jo. Por në ato vite në Shqipëri, nuk kishim teknologjinë e dur për të mësuar çfarë do vinte në jetë, deri në momentin kur qenia e re merrte frym. Raporti natyral me sekseve në lindje është 105-106 djem për 100 vajza. Shifrat në Shqipëri, disa vite më parë, kanë shkuar edhe deri në 114 djem për vajza. Dhe kjo e ka një arsye. Me futjen e ekzaminimeve ekografike përgjatë shtatzanisë, u zhvillua edhe një fenomen i ri, aborti selektiv. Po flasim për abortin me bazë gjinore. Po, është një abort i palishëm, por që ekziston dhe sigurisht është i pa-raportuar. Në skedën tonë të abortit nuk përfshim gjinin e bebit, sepse do të ishte jo normale që ti të shënoje gjinin e bebit aty, në rast të një aborti spontan, për shumë që mund ndodhi dhe të merrje të dhëna për gjinin. Do me thënë, ligji jonë aktual nuk është quhet e jashtëligjshme që ti ndërpresë shtatzanin për arsye të gjinisë. Mes grave që plotësojnë këto skeda për abortin, ka shumë syresh që japin arsye nga më të ndryshmet, por jo atë realen. Po abortojnë sepse ato vetë, bashkëshorti i tyre apo deri familja e bashkëshortit të tyre nuk do që të lind një vajzë, pasi janë në kërkim të një djali. Ka pasur raste të shumta, nuk e di pse ekziston akoma ky miti i formulave që qarkullon në popullatë. Nëse për shembull mund të kenë 3 vajza, patjetër që do ju pëlqente shumë që të kishin një djalë dhe tentativën për një shtatzani të katërt e bën pikërisht për këtë gjë. Të gjithë duket se janë në kërkim të formulës për lindjen e një djali. Ajsa është krijuar idea se është më e lehtë të lindësh vajza se djem, por shkencërisht është e kundërta. Mundësia për të ngjizur një embrion mashkull është më e lartë se ajo e ngjizjes së një embrioni femër te qenjet njerëzore. Ndaj, edhe nëse popullsia e një vendi kategorizohet si popullsi pa preferenca gjinore, raporti natyral duhet të jetë 105 lindje meshkujsh në 100 lindje femrash. Ne nuk jemi ende në këtë shifër. Është e vërtet që censi i këtij viti gjeti një raport më të përmirësuar mes lindjeve të djemve dhe vajzave 107 për 100. Por ky fenomen nuk është as i shkëputur dhe as sporadik, që të vlerësohet vetëm mbi një përmirësim të tillë. Në këtë dokumentar do të analizojmë si nisi e si u zhvillua aborti selektiv në Shqipëri, shkaqet kryesore të tij dhe ndikimin që ka lënë pas ky vendim në dukje individuali një çifti, por me pasoja të mëdha në shoqëri. I tretë janë goca. Të treja, jam mama e 3 gocave. Unë jo, se kam pas problem. Disa familjar shumë do të janë mërzitur, po që prapë vajzat janë shumë të mira. Ja, unë prapë, po të ke mundësi prapë edhe gocë, prapë jem shumë e lumtur. Edhe nga studimet rezulton se mamat janë ato që zgjedhin më pak të bëjnë abort selektiv. Dëshira më së shumti vjen nga prindi mashkull. E kjo për një sër arsyesh, të cilat do t'i analizojmë më pas. Por fillimisht ndalemi në historikun e abortit në vendin ton para dhe pas viteve 90.
Para viteve 90, aborti përveç atij spontan ishte ndaluar me ligj. Në vitin 1995, Shqipëria u rendit krah shteteve që e legjitimuan ndërprerjen me dëshirë të shtatzanisë, por kjo bazuar mbi disa specifika, siç ishte koha përtes së cilës aborti quhet i palishëm. Në raste të tilla, kur gruaja ka fetusi për shembull del që të ketë një problem ose nëna ose fetusi, mund të lejohet ndërprerja e shtatzanisë si pasojë deri në javën e 22 dhe mblidhet një komision mjeko-ligjor që e vendos që të bëjë ndërprerje në rast se ajo nuk shtyhet dot shtatzania. Por edhe këtu opsionet e profesionistëve ndahen. Mjeku ginekolog Shkëlqim Balili pohon se koha në të cilën lejohet aborti me kërkesë duhet të ulet. Madje sipas tij, nga ana mjekësore, aborti është shumë i dëmshëm dhe ka një ndikim të madh në organizmin femëror. Po kisha ministër tash unë do kisha luftuar me parlamentin që do ta ulni akoma jo 12, po tjetë 9 javë e gjatë, sepse 12 javë është formuar fetusi, ka formën e embrionit, dhe kur i vë pincën që heq, është fatkeqësi. Është tmerr të heqësh një pse gruaja ka qef ta heqë. Çdo ditë në spital e kishin 10, 12, 13, 15 gra që ishin barën vetëm se kishin ngelur pa dashje.